Duke qenë se ka filluar rritja e temperaturave, fillon të njëkohësisht edhe rritja e problemeve shëndetësore, pothuajse të gjithë grup moshat, por grup moshat më të rrezikuara janë fëmijët dhe adoleshentët, gratë shtatzëna, moshat e treta dhe pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike. Dhe gjithashtu përdoruesit e drogave, alkoolit që janë përdorues kronik të vazhdueshëm. Simptomat më të shpeshta që shfaqen janë marrja e mendve, ngërçet muskulare, dhimbja e kokës, të përzjera, në raste të dëmtimit të rënd të termorregullimit të trupit, kemi rritje të temperaturës, mund shkojnë mbi 40 gradë, çrregullime të vetëdijes, dizorientim në kohë të hapësirë, lëvizje të pa koordinuara, konvulsione dhe kjo është një gjendje që gjithashtu rrezikon të jetën dhe duhet pasur kujdes. Momentin që kemi ndryshime të ndërgjegjes të koshencës tek njerëzit, duhet kërkuar ndihmë menjëhershme mjekësore. Për këtë sezon akoma nuk kemi filluar dhe shpresojmë mos kemi raste të rënda, po në çdo sezon, kemi raste të goditjes nga dielli, patjetër. Dhe të virozave që shoqërohen me rritjen e temperaturave. Për kategoritë që janë në rrezik, siç thash, fëmijët, moshat e treta dhe gratë shtatzana dhe ata me sëmundje kronike, është mirë që të shmangin ekspozimin në diell dhe në temperatura të larta nga ora 11 deri në 4 pasdite, 16 pasdite. Duhet i shmangin sa të jetë e mundur. Gjithashtu, kujdes të veçantë duhet bëjnë dhe disa kategori njerëzish që janë të shëndetshëm, por që punojnë vazhdimisht në temperatura të larta, siç janë njerëzit që punojnë në bujqësi, punëtorët e ndërtimit, zjarrfiksët, dhe këto duhet kenë kujdes të veçantë që ta shmangin sa të mundën pikun e orareve me temperatura të larta. Kur dehidrimi është i rëndë, që kanë filluar, siç u thash më parë, çrregullimet e vetdijes, ka të vjella, dhimbje të forta koke, duhet patjetër të kërkohet ndihmë mjekësore. Në raste të lehta, si për shembull krampe, marrje mendje e lehtë, duhet të jesh shmangja nga burimi i nxehtësisë, vendosja në një ambient të freskët dhe në hije, nëse është e mundur në ajër të kondicionuar, marrja e lëngjeve të freskëta, rihidrimi sa më i shpejtë, nga pak dhe vazhdimisht, domethënë jo në mënyrë të menjëhershme.